Kanë kaluar 35 vjet. Ju thash se është një organizatë që ne krijuam për të mbrojtur interesat tona. Po me sa duket, kjo organizatë që ne ngritëm për të mbrojtur interesat tona, është diçka se e nisa me shoqatën, ku ju them që Bashkimi i Ri sot po krijon një shoqatë studentore shqiptare. Sa shumë entuziazëm që kishte, kur shoh këtë filmim sot, gati s'mbesohet. Ishte absolutisht një kohë tjetër, kohë entuziazmi. Sot vetëm gjëthem sa me fat jam që kam jetuar dhjetorin në 90-s dhe shkurtin në 91-shin. Fantastike ato ditë dhjetorit. Spektakolare. Sa tona